أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Falënderimet, mallnimet, përkushtimi, jeta jonë, vdekja jonë, gjithçka që na ka dhuru i malli Zot me merit i takojnë atij, i cili pasi përsosmërisht krijoi çfarë është në qiell dhe në tokë, nënshtroi gjithçka në shërbim dhe ndërim njeriut. Dhe e përsosi dhe e përploti nderimin dhe bujarinë e tij ndaj nesh me zbritjen e udhëzimit hyjnor dhe me dërgimin e profetëve. E falenderojmë Madhin Zot veçanërisht për mirësinë dhe begatin më të madhe dhe të përjetshme udhëzimin tonë islam. Të falenderojmë Zot që na shpëtove nga mohimi dhe nga devijimi. I te lartuar dhe pas ka i madhëruar është pronari i gjithçkaje, ai që krijoi jetën dhe vdekjen, na provojnë e cili nga ne është më i përsosuri, më i mirosuri në veprat e tij. Dëshmojmë me krejt qenjen tonë që s'ka të adhuruar me hak veç Allahut, është një absolut i pa kufizum dhe i pa të meta, i pa krahasueshëm dhe i pa konkurrueshëm nga askush. Po ashtu dëshmojmë që Muhamedi alayhis salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij me fenë e të vërtetës dhe drejtësisë, dërguar vetëm se mëshirë për të gjitha botrat. Paqja dhe bekimi i Zotit qoftë me gjithë profetët, Muhamedi alayhis salatu wassalam, familjen e tij të nderuar, shokët e tij besnik, dhe gjithë ata që ndoqën dhe ndjekin udhën e tij të përsosur të bekuar deri në ditën e premtuar, në ditën e gjykimit. Dashur vëllezër, motra të nderuar, me ndim të Allahut do kujtojmë pak për sa i përket rëndësisë kohës që ikën dhe nuk vjen më. Allahu përmendit vet për të na treguar rëndësinë e kohës dhe për na zgju nga gjumi, apo nga monotonia e përditshme, apo nga ndryshku i zemrës, për ta shkonat edhe për shkëlqyer dhe shndrit zemra. Betohet në kohën, thotë wal asr, innal insana lafi khusr illa, pasha kohën. E sigurt që njeriu është në humje përveç dhe rreshton 4 kushte që ne duhet përpiqemi pra gjithmonë me ndim Zotit që t'i plotësojmë që mos të jemi në humje dhe të dështuar në sprovën e kësaj bote, për cilës çdo çast që ikën, çdo ditë që ikën na afron më shumë me takimin me Krijuesin e gjithësisë. Janë humbur gjithë njerëzit përveç atyre që besuan, pra besimin e vërtet që na ka zbrit dhe na ka mësuar Malli i Zotit. Dhe shoqëruan këtë besim me vepra të mira që quhen Islam, fenë e Zotit mira. Wa amilu salihat, kushti i dytë. Pra 2 kushtet e para janë të drejtë për drejta detyrime ndaj Zotit. 2 kushtet i treti me të katërtin është për hir Zotit, po janë detyrime që i kemi ndaj njëri tjetrit. Wa tawasaw bil haqq, dhe këshillon njëri tjetrin për hak, për drejtën, për të vërtetën. Wa tawasaw bis sabr, dhe këshillon njëri tjetrin për durim. Të treja këto të parat dhe gjithçka nuk kryhen vetëm me durim. Allahu na bëf për durimtarë. Kjo ishte shkurtimisht. Kjo është një sure e shkurtër e Kuranit, mund të jetë sura më e shkurtër e Kuranit, që shokët e profetit alayhis salatu wassalam, e brezit më të mirë, ndodhe shpesh që para se të ndaheshin nga njëri tjetrit, përmendin, përsëritin apo recitonin surën Al-Asr. Pra përmbledhje gjithë feja ke këto 4 kushte. I kujtonin njëri tjetrit që rreziku për të qenë i dështuar dhe për të humbur i kanoset gjithëve. I kujtonin njëri tjetrit para se të ndaheshin, para se të jepnin selam,
që me morë kohën seriozisht. Profeti a.s. ka thonë, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nga përsosmëri e islamit njeriu, pra masi njeriu është i udhëzuar në islam, është ndërgjegjësu dhe është i vetëdijshëm për përkatësinë e tij në fenë e Allahut, vetëm të pranuar ka në islam. Që do me thonë dorëzim ndaj Zotit. Thot, nga përsosmëria e islamit njeriu, pra e para punës, mësimi i parë, kjo është thënie profetike e shkurtër, por që nuk peshohet për nga vlerat. Nuk mjafton me thonë thjesht jam musliman, e para punës. Kur profeti a.s. përmend përsosmërinë e islamit, dhe më thonë me të hynë islam, ke një rrugë të vështirë, në të cilën do të përpiqesh fort që të vish vazhdimisht duke u përsos. Dhe të gjithë vazhda e rrugës përsosmërisë besimtarit merr energji nga kjo fjalë e profetit a.s. Pra merr nxitje nga kjo fjalë. Nga përsosmëri e islamit njeriu është braktisja e çdo gjëje që s'ka dobi. Ai që ka parasysh këtë fjalë profetit a.s. Kur them parasysh, e përjeton me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë ndërgjegjën e vet, pa fije në dyshimit që do të jetë në përpjekje të përsosi veten. Gjithmonë me nim të Allahut, atij i lutemi. Dhe atij të dorëzojmë veten tonë. Pra nëse e shef që një bisedë apo një veprim tjetër nuk ka dobi për ty, as për këtë dynjë, as për tjetrën, atëherë nuk je në rrugën e përsosmërisë, por je në rrugën e rënies. Njeriu nuk rri pezull. Njeriu o do vi duke u lartu ose duke rënë. Kjo fjalë e modhe e profetit a.s. edhe i herë mos ta harrojmë kur, nga përsosmëria e islamit njeriu, pra e fesë të Allahut, masi ka hyrë këtë fe, është braktisja të heqit dorë nga çdo gjë që s'ka dobi, gjithë secili i vlerëson gjërat e veta. I veprime dhe fjalët, kohën që harxhon. Profeti a.s. ka thënë, njeriu që ka logjik e ka për detyrë, pra duhet që ta ndajë jetën e vet në 3 pjesë. Një pjesë ti përgjërohet Zotit vet, çdo me ju përgjëru Zotit vet. Me ju lut me kulmin e përullësisë dhe të mbartësisë, pra me përgjërim. Këtu hynë adhurimet, ibadetet, krejt. Një pjesë jetës vet duhet ta ndaj, pra të ditës, çdo ditë, për t'i kërkuar llogari vetes. Një pjesë të jetës vet duhet ta ndaj për të medituar dhe për të thelluar ke madhështia dhe përsosmëria e kreaturave, që të njohë dhe të përjetoj thellësisht cilësitë e Zotit, pa ke mrekullitë e Zotit. Dhe i pjesë që e bëjnë gjithë, e bëjnë edhe baktia, e bëjnë edhe shtazët, e gërsinat, është të përpiqet me siguru jetesë. Kjo funit, se përse të ketë dyshim asnjë. Problemi është ke këto 3 të parat. Ai që vazhdimisht lexon Kur'an, qoftë edhe nga pak, pa më vazhdimisht, i kryen këto 3 të parat. Pra, mediton për madhështinë e Zotit, i përgjërohet Allahut, shton përgjërimin e vet ndaj Zotit, dhe duke pa shpërblimet që përmenden në Kur'an, në këtë botë, sidomos botën tjetër, në xhenet dhe shpagimet në xhehenem, Zoti na arrit për gjithëve, i kërkon llogari vetes. Pra ai që lexon vazhdimisht Kur'anin, qoftë edhe nga pak, pa më për ditë, vazhdimisht. Këto 3 që duken të vështira, i kryen aq më tepër, edhe namazi është përjetimi këtyre të 3-ave. Profeti a.s. me këtë fjalën e dytë na sqaron me detaje, në praktik,
si duhet me kalu jetën e përditshme, si duhet me nda, që t'jemi në përsosmëri, për ta përsosim fen tonë, duke braktis gjithçka që nuk ka dobi. Është e vështirë kjo, po është e vështirë, unë e kam shumë të lehtë maj ligjërat tillë, ta them këtë thënie të profetit alayhis salatu sallam, edhe ju gjithashtu, masi e mësuat këtë fjalë, e keni të lehtë ta thoni. Vështirësia është e madhe, sidomos në kohën tonë. Ka celular, ka rrjete sociale, ka televizor, bota është tepër vezulluese dhe ndjellëse dhe joshse në kohën tonë. Shohim lloj-lloj mënyra shjetese. Çfarë nuk shohim sot? Është edhe më vështirë. Po ama, nëse përpiqesh, ka Allahu ke shpërblimin e luftëtarit, atij që lufton me shejtanin dhe me unin e vet, për mos me hi kjo jetë kot. E pyetën Lukmanin e urt, alayhis salam, i thanë, si arrit e këtë gradë që ke arrit? Ai i thot vetëm 3 gjëra. I thot 3 gjëra. E kam arrit këtë gradë duke folë gjithmonë vërtetën. Duke folë gjithmonë vërtetën. Duke majt amanetin, duke qenë i besës, dhe duke majt edhe fjalën, dhe e treta, duke braktis gjithçka, duke heq dorë nga gjithçka që s'ka dobi. Mbaroj, njeriu me t'i vu vetës këtë qëllim, është vetë se lartim dhe përmirësim. Shkurt 2 shembuj nga shokët e profetit alayhis salatu sallam. Brezi më i mirë, shkolla që kanë nxjerrë nxënësit më të mirë, sepse kanë pas mësuesin më të mirë, profetin alayhis salatu sallam, drejt për drejt. Hazreti Abu Bekri radiallahu anhu është nga të përgëzuarit me xhenet, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Zëvendësi i parë që zëvendësoi përjetësinë e besimtarëve masi nrojë pejgamberi alayhis salatu sallam. Kanë zbrit ajet e Kurani për këtë njeri. I ka dalë në ballë fitneve dhe problemeve të para mas nrimit jetë profet alayhis salatu selam, që për pak sa nuk e ndezën flak dhe e përçan ymetin e profetit alayhis salatu selam. I lavdrum nga Allahu në Kur'an, i lavdrum nga profeti alayhis salatu selam. Ky njeri mande i guralec në gojë. Pse mande këtë guralec në gojë? Që të kishte vështirësi kur të fliste, të mate i mirë kur fliste. Pra të hiqte dorë nga ajo që s'kishte dobi edhe ke fjala, jo vetëm ke veprat që bëhen me dur. Enes ibn Malik, shok tjetër i profetit alayhis salatu wassalam, mande pamuk në vesh. Pse mande pamuk në vesh? Që mos ngjonte fjalë pa dobishme, mos t'i shkot as i sekondë jetës, shkot edhe këtë dëgjimi. Ne jemi shumë larg aty ne. Para më askush mos thot atë justifikimin që na mëson shejtani u bila, ne nuk jemi si ato. Po ne nuk jemi si ato, pa kemi detyrë të ndjekim ato. Përpiqemi të jemi si ato. Unë me këto 2 shembuj nuk kam çfarë flas më tepër për këtë temë. Gjithë shikojmë si po na ikën koha, si po masakrohet koha jonë, me dashje pa dashje. I mençur i thot profeti alayhis salatu selam, është ai që i kërkon llogari vetes, dhe punon për atë që është mas vdekjes, për botën tjetër. Sot shumica e njerëzve rrafin gjoksin gjithë secili me u duk kush më i mençëm, më i zgjuar se tjetri, më larg pamës se tjetri. Nga këto thënjet profetike që thamë, këtë 2 u përmendëm, i logjikshmi, njeriu i arsyeshëm, si e ndan kohën, dhe i mençuri,
për çfarë përpiqet, ku përqendrohet. Pra i kërkon llogari vetës dhe punon për atë që vjen mas vdekjes. Sepse dihet bota tjetër ka i fillim dhe s'ka fund. Është gjysmë drejtës. Kurse kjo botë është segment, ka fillim dhe fund. Sa do të jetosh. Është shumë e shtrenjtë. Është shumë e shtrenjtë se nuk mjafton për të përgatit me dalë para krijuesit gjithësisë, me dhënë llogari. Jo është e shtrenjtë për të mirat që ka, për kënaqësitë që ka. Dhe e vetme gjë për cilën është e shtrenjtë kjo botë është sepse është botë në të cilën përgatitemi me taku krijuesin e gjithësisë. Tjerat ikin. Ose me fjalë tjera, do morim me vete përpjekjet tona. E lusë Allahun të na begatoj çdo sekond, çdo çast jetës tonë. E lusim Allahun krijuesin e gjithësisë na forcoj këmbët tona në këtë rrugë të përsosur dhe të bekuar. Qofshin gjithë çastet e jetës tonë adhurim për Zotin, tek i cili nuk humbin veprat e mira. Qofshin çastet e jetës tonë punë që na pastrojnë nga mëkatet, nga gjunahet. Qofshin gjitha çastet e jetës tonë shkallë lartimi dhe nderimi ke i madhi Zot. Qofshin veprat tona, veprat për të cilat kënaqet krijuesi i gjithësisë. Dhe kjo vlen më shumë se vetë xheneti, çka ka në xhenet. Qofshin veprat tona në shërbim të Islamit dhe të muslimanëve. Misioni i profetëve, njerëzve më të nderuar, kanë qenë shërbëtorët deri në sakrificë, deri në vdekje të Islamit dhe të muslimanëve në veçantë dhe të njerëzisë përgjithësi. Allahu e lartoftë Islamin dhe muslimanët. Allahu i dhon ngallënim, sukses dhe fitore gjithkujt që përpiqet që të ngallënjë fjala e Zotit, feja e Zotit, ngallënjë e drejta dhe e vërteta. Allahu i shkatërrof gjithë kurthet që ngrihen kundër Islamit dhe muslimanëve në veçantë dhe njerëzisë përgjithësi. Allahu i shkatërrof zullumqtarët me njëri tjetrin. Allahu i shkatërrof pabesët me njëri tjetrin. Allahu i qof dëm gjithë kurthet që i ngrihen kundër kësaj feje, Islamit dhe muslimanëve dhe krejt njerëzisë. Allahu ja çlirof tokat e pushtume krejt muslimanëve kudo që janë në botë. Palestinën, Gazën. Allahu e çlirof edhe këtë vend nga i lloj pushtimi që ne kohët e fundit kemi filluar ta kuptojmë. Dhe çdo lloj pushtimi, Allahu na çlirof mbi të gjitha nga çdo lloj hipokrizie që mund fle pa kuptuar zemrat tona. Allahu na çliroft mbi të gjitha nga çdo lloj synimi i ulët, i keq që mund struket në ndërgjegjen tonë. Allahu na i çliroft zemrat nga çdo lloj smundje dhe nga çdo lloj menimi i keq, dhe na i ndriçoft ato dhe na i musht me nurin e vet, me nurin e profetit alayhi salatu wassalam. Allahu na ka plof me mëshirën e vet dyja botët. Dhe ai është më mëshiruesi i mëshironësve. Allahu na nderov në dyja botët dhe mos na turpëroft. Dhe ai është më nderuesi i nderojësve. Allahu na begaton në dyja botët dhe mos na varfnoft, më bujari i bujarëve. Na strehoft në strehën e vet mja strehe mëkatarëve, gjunaqtarëve. Dashur vëllezër më të nderuar, kërkojini falje Allahut për të gjithë, për prindit tuaj, për dietarët dhe udhëzuesit dhe e kësaj feje, për krejt muslimanët, ato që ikën atë botë me iman dhe ato që do vinë mas nesh deri në ditën e fundit. Allahu po na ndihjon. Qoftë ky çast i pranimit. Ja Rab, ja Rab. Allahu na fal të gjithëve. Allahu na dash gjithëve. Amin.
Alhamdulillah hamdan kamilin wassalatu wassalam ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa habibina wa muallimina wa shafi'ina insha'Allah yawm al-qiyamah wa tabibina Muhammadin al-Mustafa imam al-anbiya'i wal mursalin sayyid al-khalq ajma'in wa ala alihi al-kiram wa sahbihi at-tabi'in وعلى من اتبعه بالإحسان حتى يوم الدين تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Që nga përsosmëri e njeriut, e islamit njeriut, nga profeti alayhi salatu selam, është praktisja e çdo gjoje që s'ka dobi. Njeriu ka armik shejtanin që i zbukuron të keqen dhe atë haramin, dhe ja vështirëson dhe ja shëmton halladhin dhe atë që është e mirë, pa armikun më të madh njeriu ka nefsin, unin e vet, që nuk ngopet kur me kërkesa. Aq më tepër siç e thamë dhe dim, kjo botë ka joshje të mëdha. Nëse i shohim syt, ne i shohim syt e zemrës, pra ne shohim ndërgjegjësimin ton për lajmet që na vijnë nga bota tjetër, në Kur'an nga profeti alayhi salatu selam. Do dim si ti peshojmë se si ti vlerësojmë gjërat edhe më saktë. Vështirësia jonë për mos me ujosh nga kjo botë dhe me e shfrytzu këtë jetë ashtu siç duhet, dhe ta depozitojmë çdo çast ke i molli Zot, dihet që janë joshjet, dhe kjo është energji, është çytje e vetes tonë. Por ama kur ne lexojmë Kur'an, na vijnë lajme për botën tjetër. Na flet profeti alayhi salatu selam me detaje. Dhe ne i përjetojmë si besimtarë të vërtetë të gjëra, atëherë nuk duhet na hyjë sy as i joshje dhe as i mashtrim që vjen nga kjo botë. Dy raste që vijnë nga profeti alayhi salatu selam. Një është e përgjithshme, tjetra është nga shenjat e Kiametit, që po i shikojmë çdo ditë. Thot profeti alayhi salatu selam, do t'i thuhet njeriut më të lumtur të kësaj dynjoje nga banorët e xhehenemit, pra nga dënuarit. Pra, çfarë do të thonë njeriu më i lumtur? Ai që ka pas pasuni edhe e pushteti, ka pas mundësit me e shfrytzu për kënaqësitë e vetë këtë botë më shumë nga të gjithë. Por amon në fund është banorit i xhehenemit. Moment që do ta provoj xhehenemin, do ta preki xhehenemi, do t'i thuhet o i birri i Ademit, a ke parë në i ditë bardhë në jetën ta, dhe për në i ditë mirë? Jo, thot kur. Pra ky është njeriu më i lumtur që ka ekzistuar në këtë dynjë, pra që ka gëzuar këtë dynjë më shumë këtë gjithë. Moment që do ta provoj xhehenemin, do t'i thuhet, çfarë do i thuhet? A ke parë në i ditë bardhë në jetën ta, jo kur s'kam gëzuar asgjë. Kjo është xhehenemi, Zoti na ruaj. Pra mos hym sy, mos u josh, çfarë qefi po bën njëri dhe çfarë po bën tjetri. Aq më tepër kur është i haramit. Dhe do merret njeriu që ka vujt më shumë nga të gjithë banorët e kësaj bote, por është banori i xhenetit. Dhe sa ta preki xheneti, sa ta shijoj pak, do t'i thuhet o biri i Ademit, a ke parë në i ditë zezë në jetën tënde? Kur o Zot do thotë? Kur? Vetëm sa ta shijoj pak xhenetin. Me këto sy do t'i shohë, këto janë sy të zemrës. Ama me sytë e ballit, njeriu çfarë nuk shef sot. Dhe që t'ju them ekstremin e ekstremeve të ditëve që jetojmë ne, siç na lajmëron profeti alayhi salatu selam dhe e rreshton nga shenjat e Kiametit, për që do i prind Kiametit, ka thonë La taqumu sa'a hatta tasira dunya ila luk'a ibn luk'a
nuk do bëhet kiameti, pra nuk do vi funi kësaj bote. Derisa të shkojë dynjoja, me të mirat që ka kjo dynjë, me pasonia, pushtetet, e gjitha. Ke Luka i biri Lukas, që në arabisht ka disa kuptime dhe në kreta në ekstremin e negativës e të keqes. I poshtërti i birit poshtërtit. Maskaraj i biri maskarajt. Pra nga shenja dhe kiametit është që do vinë këtë dynjë, që na po i shohim me sy, që me pushtete, me pasuni, do përqendrohen ke njerëzit më të poshtër kësaj dynjoje. Dhe përforcon këtë thënie të profetit alayhis salatu wassalam, kur ka thënë, nuk do bëhet kiameti, pa u bë fundërrina e fundërrinës çdo populli, miras ka ardhur çdo fisi, i pari ati fisi ose i pari ati populli. Pra ti kur e njën këtë fjalë nga profeti alayhis salatu wassalam, skepse turbullosh dhe joshes dhe rënkon, Allahu nuk i do qeramanët, Allahu do falëndëruesit. Janë që kënaqen me Zotin. Kur ti të bën përshtypje se ç'a qefi po flasin popullor, se ç'a qefi po bë filoni, sa parë ka bë filoni. Shiko ç'a pushteti ka filoni, i pret shpata majtas djathash. Sa horra dhe sa gari shkojnë mrapa filoni, sa ushtar ka filoni, sa shejton ka filoni. Të pohem edhe unë si filoni, ta gëzoj edhe unë jetën. Po ai ke Allahu është fundërrina e fundërrinave, po të e qa feki? Qa feki? Ja musliman, po, nga shenja dhe kiametit, është që do vi kohë që s'do pyesin musliman se nga vinë parat janë halal apo haram, dhe ke sa dur sot. Zotin e rrit. Edhe i drejtovi gjithë. Po vëllezërit tonë ka plot. Edhe i fal gjunovet inshallah, po kemi detyrë me u lut për ato. I pastrov nga harami gjithë. Krejt ne edhe ato. Por ama dukuri që kur ta thot profeti alayhis salatu wassalam që do nolli, thirrri menjes, mos u josh. Sa do të kesh vujë nga dynjë, rëndësi ka ti je i dashur me Zotit, ti je banor i xhenetit. Pa mbyll me histori të shkurtër, shkon një jehudi nga jehudët e Irakut, vesh me rrecka, vesh keq, fukaran kul, shkon në xhamin të Bagdadit, ku po jep mësim Fakhruddin Raziu, Zoti e mëshiroj, nga dietarët e mëdhenj të Islamit, ishte person që ka gëzu famën e vet, kishte jetonte mirë, kishte shumë nxënës, ka shkruar shumë libra. Si që kanë tradit jehudët që futët, që bën punën e shejtanit dhe shpesh ja kalojnë shejtanit, për të fut për çarje ke musliman, për t'i tundu, për të fut dyshime ke feja vet. Shkon aty në mes mësimit, xhamia plot me nxënës, po shpjegonte mësime feje. Dhe i thot me lehe, me edukat islami nuk ndërpritet mësimin fesë. Këtë vredja bëj edhe atyne që falin sunete kur ka fillu hutbja. Hutbja është fars. I thot, ju muslimon thonë, ka thonë profeti alayhis salatu wassalam, që kjo dynjë është burg për besimtarin dhe xhenet për qafirin. Po i thot, giganti i diturisë islame, Fakhruddin Raziu, vazhdo që futi, nuk hiqte dorë kollaj, kishte hall me fund dyshim nxonësit. Thush për mu, tha, po, shi, tha, me zërë shty ditën, tha, s'kam buk me hangër, i vesh me recka, ama ti, thot, je i pasur, ke gjitha famë, ke nxënës, je vesh bukur. I thot, Fakhruddin Raziu, njoj, thot, atë që shpjegum që e tham shkurt nga profeti alayhis salatu wassalam, bu me fjalë tjera, i thot, ai që është banor i xhehenemit në botën tjetër, sa do keq ta jetoj këtë botë, nuk krahasohet me vujtjen e xhehenemit. Prandaj kjo botë për atë është xhenet. Kurse besimtari, sa do në luks dhe në lumturi dhe në mirëqenie ta jetoj këtë dynjë, me ato që ka xheneti, kjo botë është burg
për besimtarin. E marroj. Pra ti peshojmë gjonat me peshën e Allahut dhe të profetit alayhis salatu selam. Këshilloj veten time dhe ju me këshillën e profetit alayhis salatu selam. Me qenë të fort, do durim, do forcë, gjithmonë me nim Zotit. E me u përpjek me shfrytzu këtë kohë ashtu siç duhet. Me punë mira, po se po ke punët e mira ato që janë ma me sevap dhe janë ma të rëndësishme. Allahu na dhon fat për këtë. Pa fatin dhe mirësinë e Tij dhe vullnetin e Tij nuk kemi ku shkojmë. Zoti na e mort përsipër me mbikëqyrjen dhe për kujdesin e vet hyjnore, edukimin e unit tonë, e nefsit tonë. Zoti na ruaj nga shejtani. Dhe na bëft gjithë dhe për dashme vetë dhe banor xhenetit.